Çdo muj po më duhet ka 40 kusur euro mi dhonë për barë. Kam nevoj për më shëru, me shku në i baja në i dikun, pas po më mrinë. Me i dora, po kini me hongër me pia? Po i po harnohëm diqysh. Po harnohëm? Po harnohëm. Qysh po mujna. Se jeta gjithqysh, sa po mujnë, 5 euro, 3 euro, milion vetën keqe mi a qysh të jetë. Me kanë jetën këtë Bacajsak? Veç me shoqë. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit. Jemi në qytetin e Prishtinës, saktësisht tek banesat e Gjelbërta, ato edhe ku e kemi zyrën afër. Po shkojmë e vizitojmë një qeft më shumë të tëret jetojnë këtu në ndërtesë mbrapa në katin e 4. Përshojmë që kanë gjenën, po ndihmojmë edhe përshpresojmë që pas publikimit të kësaj video kemi me i dalë në ndihmë e mos me harë. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Mirë më nëgjes. Urnoni. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë faleminderit. Ju? Qa po banë? A keni mujtë? Që ka dole? A do me safer? Po, se jo. A mundu me i? Po, veç unë. Hajde. Ka kena? Drejta? Që tu është një dhomë që është kjo. A veç një dhëmë që është. Që është të po datë, na? Dash më së datë. Që është? Bismillah. Ka po ullum? Ku dush? Dash që aty ndash që për ku dush. A ullum që nej? Ku dush? Hajde, ka dole. Sa se une... Hajde që të? Po vjen? Po, kam probleme me shpine, me kane, me tona zezë. A je mirë? Mirë, faleminderit. Ju? Hajde, ka dole. Qysh e ki emnin? Isak Mehmeti. Isak Mehmeti. Sa veti ki? 75. 75, mashallah. Qysh je me shëndet? Jo mirë. Jo mirë, qa ki? Kam probleme, i kam të thyne, në punë i kam pa thyne, Qa ki punu? si moler kam punu. Moler. Po, tash kam probleme me unaza, me shpinë. Me kanë jetën këtë Bacajsak? Veç me shoqë. Me shoqën, ku është shoqja? Shoqë o dalë pares dikush ka i tha, kam më lejmë rote mjekës, di që në tha. Aha. Edhe i thash prit, po që. Fëmija ki Bacajsak? E kam një vajzë martune, Një vajzë e martune. Ku në cilën e men? Prishtinë tu. Prishtinë. Qysh po jetani Bacajsak? Vallaj, Me më nuse. ka dhu si vlaut, dash besom, dash mo, grune kam pa punë, Aha. ka punu në produksion të kaseteve në televizion, e ka përzon shkau, mo kur asë kanë këtën punë, asë kanë dhonë dim, asë kanë dhonë kur gjë. Sa veti kaja? I ka 64. 64. Djem a ki? Jo s'kam, Djem s'ki? jo s'kam. Jo. Banesa e kujt është? Banesa ka qenë e babës, ja kanë pa dhonë shoqata pensionerve. Okej, tash e jotja këto. Tash më ka Të vendosur pak qiros paguni? Jo, Jo. qira pagujnë shtetit, që ato mirë bajtjen e. Po, tatimin ato, po. E qysh po jetani Bacajsak? Vallaj, më të kalëzu kur qysh. Bezi, une jam i smut për sheqerit, edhe smundjet e këto edhe për sheqerit. Çdo muj po më duhet ka 40 kusur euro mi dhonë për barna. Po. Edhe shoqja është me sheqer. Duhet jem me smundjet sheqerit. Zoti jeni muft. Faleminderit. Faleminderit. edhe To, juve. a veç që të dhu me pas këta? Që të dhome para dhomë, që atje një balkon, që ajo kuzhinja, që atje Edhe banjën. banja. Na. Që sa vjeti të jetu këtu Bacajsak? Tu jam për 86-ës. 86-ës. Sa për bjen, 40 vjetë gati. Aha. Mas luftën 26-7 edhe për para luftën. E përsha jetu je keq mas shumë ti? Për kam nevoj për më shëru, me shku në i baja në i dikun, pas për më mrinë, Po. A pe merë pensionin? pe marë pensionin. Sa e merë pensionin? E marë 150 euro. 150. Gjysa i laqit, a ne? Po gjysa. Edhe mu edhe shoqës po duhet për sheqer mi bli. Po. A po të ndimon e kush? Valla jo. 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 Na i dasha mira na i. Ja. Na i shaka dikush. Jom, një shok e kam në Suedi, kur vjen ka një herë, mi vjen ka një pako barna për sheqer. Po. Zoti e rujt, e ta, Amin, imi kon
në Stankovec si refugjat bashkë nuk harron. Që i faljativ glashi. Po. Me i dora, po keni me hongër me pia? Po i po harnohëm diqysh. Po harnon. Po harnohëm. Qysh po mujna. Se jeta gjithqysh, qysh po mujna. Të shpenzimet e tjera, po mëni me përthekua, jo, këtë rrimën e ujnë e... Vallaj, ka herë po, ka herë jo. Ka herë kur po kem, piqojmë, kur s'po kem. Që mi kanë quni vrejtje për bërlot, 100 kusur euro. Pa pagua? Ka pak. Sa po mujnë, 5 euro, 3 euro, milion vetën keqe mi a qu shtetë. Më konë shteti marë, më konë që shdojtë. Të ape keni ftafta dimit? Të kemë zemjen, po duhet me pagu. A me nëzemi qëndrore keni? Zemjen, po duhet me pagu. Se pagun me njerë, po thot, po qojnë, po ta nalën benzin të për barosi. Po. Tonat, jo veç ata, po tonë po thojnë, si s'pagun, po ta nalën benzin. Nale bre mëtna, ma mirë më në mytë. Zotit një movë, pasaj sak. Gruja, aja pasa pënu në radja? Në televizion atje vetëm një kokon një produksion i kasetave, i qiti shkau atëre, i lërgoj për pune, unë jëmë konë penzion, edhe mo kur s'o interesu për to. As me ndimu, as me këtu në punë, as me kur gjë. Në komuna e kanë me lypë ndim diçka? Jo. A për shtetit në ndima? Jo, s'kom ndim. Jo. Bilim, unë jëmë konë penzion, e një ko ma patë nalë, të dëshin, nuk i e drejtë, duhet me dalë komision, unë me vendim. Në 10 jëmë konë dalë që jëmë konë lëndu në punë, vend punës, u kanë paqitë në penzion invalidor. Shko me marë social, more konë vendimin, luft ka pasë edhe në Kroaci edhe në Bosnë edhe të konë po marrin, me nëzitën e një farë mledhje, u majte, ma këthin penzion. Penzion. Zotit një movë, bacaj sa. Pa jem djerit. Guja, po mundet me përgadit, ushqima? Po i kur po ka nevoj diqysh edhe jo menzi, edhe jo është e së mu. A më në qelë që to? Së janë 300 euro, bacaj sak. Janë prej mërgjimtarëve, ata ti kanë qu. Zoti ish përbleft ata edhe juve që jeni të interesu. Zoti ju në mofë ton jetën. Amin. Edhe gjona ushqimore ju kena ble. Inshallah kanë me dalë njerëzve me të një mu. Masi ka këtë veç ju dy pa kërkan. Faleminderit shumë. A di numrin e telefonit tam për mensh? Jo, nuk e di veç. A kitë shumë e dikon? E kom telefon, po në zdi që është me registru. Ama të këqyjën, se e gjojene. Hala ka njerës mirë se në lëshon toka. Po, elhamdulillah. Në lëshon toka. Dashën njerës mirë, ata që dojnë me endimu bacën një sak, numri i telefonit është 044 736 197. është 72 vjeqar, jeton bashkë me të shoqen e tij 64 vjeqare, përpas një vajze që është e martune. Janë në Prishtinë tek lagja Dardania, tek banesat e Gjelbërta, hyrja numër 9, kati numër 4. 402. Numër telefonit vetë se dhash, edhe njëherë 044 736 197. Isak Mehmeti. Ju ftoj me ndihmu me aq sa keni mundësi. Bace Isak, kallëzoj pak qysh jeton këtu, qysh e keni gjendjen, unë e po shkoj t'i afroj ushqime deri te dera, ani? O bo, që të rrinë, që dhomë, qaja para dhomë edhe kuzhina. Që to. Që kjo është para dhoma, që aty është kuzhina. Banjo. Që e koridori. E kom 2 kom të thyne. Edhe korridor, 2 nyjet, njënën e kom me operacion, njënën e kom kështu asi, që
që 27 vjetë jam qështu, para lufte. Tash kam problem me shpinën menzi po qona. Kur t'vjen shoqja, dash me emrën. Kur t'vjen shoqja i emrën. Shtë isë në salana? Qëti mi kalqët. E Zotë ju shpërbleft. Amen. Allah inshallah. Faleminderit, Zoti shëndetin e çdo të mirë.